Ky emision mundësohet nga Përshëndetje shumë e madhe për gjithë shikuesit e mi më të mirë të Zoom, edhe një premtë së bashku ku unë Albina Zeneli kam kënaqësinë me ju informu shumë sa i përket botës së artit, kulturës dhe showbizit. Faleminderit shumë As Studio dhe Okrad Woman dhe pjesën e sponsorëve të tjerë që realisht e bëjnë të mundur realizimin e në Zoom, e po ashtu edhe sponsorin tonë general në Zoom Cafe. E ty shikues po të tham që qëndro me ne sepse në rubrikën e parë do të kemi një okuliste prej më të mirave me një traditë shumë vjeçare. Vjen tani tek ju Shukrene Roka, nga optika po ashtu Roka, që do na flet shumë sa i përket karrierës së saj, mikpritjes në optikën Roka, por edhe për problemet e përditshmërisë, çysh është përdorimi i tepërt i telefonit, vendosja thjerrzave dhe po ashtu shoferët e pakujdesshëm. Sa shpesh duhet bërë kontrolla dhe shumë çka tjetër. Vjen tani tek ju rrëfime. Milident, ordinanca stomatologjike që përdor teknologji moderne. Trajtime të shpejta, rezultate perfekte. Staf profesionist që përkujdeset për ty në çdo herë. Milident ka ndërtuar reputacionin e saj mbi profesionalizmin, përkushtimin dhe kujdesin ndaj pacientit. Buzëqesh më shumë, ndihu më mirë. Mos prit më, Milident të jep atë që kërkon, shpejtësi dhe cilësi. Milident, buzëqeshja juaj, pasioni ynë. Një prej temave më të ndjeshme të kohëve të fundit është padyshim përdorimi i tepërt i telefonit. Në Zoom e ka vizituar okulistën Shukrene Roka në vendin e punës, e ka marrë disa informata goxha të nevojshme për të gjithë. Tu në optikën tonë bëjmë shumë shërbime, do të fillu mas pari që në mënyrën profesionale edhe sa më të saktë të bëjmë caktimin e dioptrisë të pacientat tonë, të fillu prej moshave më të vogla e deri te moshën më të shtyme. E bëjmë caktimin në mënyrë kompjuterike, por gjithmonë duke u ndërlidh edhe me mënyrën profesionale, me skeoskopit, me zgjerimin e bebzave me ato, që të jemi sa më të saktë. Do të ta kompletojmë caktimin e dioptrisë. Është shumë e rëndësishme mënyra e caktimit që të bëhet në mënyrën profesionale, edhe që atëherë kur ne ja dhurojmë syzat klientit, që të jetë gjendja e të pamërit sa më e mirë. Roka thekson se dhe fëmijët janë të ndjeshëm në këto kontrolla e madje hasin në probleme me frikën e tyre. Por si mundohet doktoresha ta ketë një komunikim të mirësjellt me ta? Të bëhet kontakti me fëmin mas pari, që ai mos fregohet që të shef si mjek me mantil të bardhë. Unë mundohem me afru, me bisedu me ta, me ju hek tremën, edhe atëherë mandej ata fillojnë me u liru, edhe bashkëpunojnë. Bile shumë prind mendojnë, jo, nuk lem, nuk i banë, syzat nuk banë, vinë me atë mendim. Edhe mandej që dyten edhe vetë se si bashkëpunojnë fëmija. Mundohemi në maksimum që t'ju ofrojmë shërbimin sa më korrekt, shiqimin, caktimin kur e bëj gjithmonë e bëj në mënyrë sa më të qetë, me bashkëpunim si me të vjetrit, se është vështirë edhe të moshat e vjetra, edhe të fëmijët është më vështirë kontakti, bashkëpunimi, po me qetësi me dorën gjithçka mbrihet. Ajo tregon se varësisht nga mosha, preferohet edhe kontrolla e syve, sigurisht fëmijët janë ata që vështirë bindën që t'i respektojnë rregullat.
Por, neve na intereson të dim si të rrim në telefon pa I dëmtuar syt. Jemi ka edhim që është problemi I kohës. Për gjitha mosha, të fillu prej fëmijëve më të vegjël për fat keq, që ju servohet nga vetë prindërit, për mi qetësue, për mu liru prej tyre, e deri te mosha tjera, edhe më të shtyme, edhe deri te pleqt. Mirë po, gjithmonë duhet me pas një farë kriteri, një farë kohë të caktume, një farë limiti. Mandej duhet të pauzohet, jo gjithë kohën. Se aty po vinë dëmtime shumëta në gjitha sistemet e organizmit, jo të fillu prej syve, e të boshti kurritit, e të shëndeti, e gjitha. Kështu që me qenë se është lamia jo në syt, atëherë po flasim për syt. Do të thotë, gjithmonë, të moshat e reja nuk është mirë hiç me ju lënë telefonin dorë. Ajo nuk diskutohet. Mosha, fëmija 2-3 vjeç, 4 vjeç, ato bile nuk preferohet për me rregull, nuk preferohet deri 11 vjet me si me lënë dorë. Po ajo është e pa realizueshme në këtë kohë, se janë infektuar gjithë me këtë. Po gjithmonë ta kemi një kufizim kohe. Okulistja e njohur na tregoi për kohën e durë që një fëmijë duhet të shpenzojë në telefon, por cilat janë dëmet në rast që pa vedi e vazhdojmë t'i lejojmë të vegjëlit me qëndru ma gjatë në to. Rrezet që I lëshon telefoni janë të ndamshme për syrin. Vetë pozita që e mbajnë fëmija aty, shiqimi I afërt, ata edhe për shumicën e brejni që çdo kohë sa ma gjatë rrinë, ata e afrojnë edhe ma afër. Do me thonë e bojnë distancën e shiqimit që është normale 25-30 cm e shkurtojnë. Me atë po vjen deri te lajmërimi I shkurt pamësisë. Ata mandej larg e kanë problem pamjen. Edhe kështu që shumë fëmijë me kohën mandej janë kohën që në shkollë nuk e shohin dracën në zezë, nuk e shohin këto, edhe gjitha gjonat I shohin afër. Mirë po, ata fëmijë janë që gjithmonë janë preokupum me diçka vetëm në afërsi. Kur punohet në kompjuter, edhe gjithmonë, edhe ju që po tu me telefon rrini, në 20 minuta duhet bile 20 sekunda mi hek syt prej aty edhe me pa diku në largësi. Eftuara jon potencon edhe njëherë faktin që janë të nevojshme kontrollat rutinore, të paktën një herë në 6 muaj apo një herë në vit, në mënyrë që të shmangën problemet e rënda. Përpara ka qenë çdo 6 muaj kanë vit me shku me marrë certifikatën nëse është profesionist. Për me pa a ka në rregull, po mjen ajo. Ata me vite vozisin që ashtu edhe kërkush nuk I kontrollon. Ata për vetveten mas pari rrezikojnë. Unë gjithmonë I them jo s'pari rrezikoni vetveten, mandej edhe anën tjetër. Kështu që bile një herë në vjet, mirë është me pa. Ka nevojë mu majt tensioni syrit, më pa pamja ku është, a ka fillu ndonjë pëlhur. Njerëz që kanë diabet kanë nevojë edhe më shpesh. Që kanë disa vite me diabet, ata preferohet bile çdo 6 muaj me pa gjendjen e syrit mbrendi. Se nëse aty shkaktohen ndryshimet që I jep vetë smundja e sheqerit, atëherë është shumë vështirë, ato nuk kthehen më. Këtë çka bën mbetet me pasoja në shiqim. Ka njerëz që verbohen, tu e lon, haj se jo mu ka bu pelhura, jo mu ka bu kjo, mirë po, atëherë s'ka kthim. Ajo ka një mesazh që duhet patjetër ta dëgjoni, e që ka të bëjë me të gjithë ata që llastohen e bartin thjerrëza të paktën edhe për estetik. A janë ato të dëmshme apo jo? Përdorimi I thjerrzave tash ka fillu me të madhe, më përdorë ma tepër, sidomos e keqja është që lypin moshat që nuk preferohet me I bajt. Lypin këto teenagerët, adolescentët nuk I dojnë syza, dojnë me qitë thjerrzat, e atëherë nuk preferohet. Me shkencë deri në moshën 18 vjeçare nuk është mirë më bajt thjerrza, me dioptri e pa dioptri çka do që tjetë. Këto estetiket vehen, një det, 2 det edhe kryhet, aja nuk është në efekt I madh. Po kjo tjetra që është me dioptri, ajo nuk preferohet. Ma mirë, janë sytat korrigjimi është ma mirë, aerosja e syrit, oksigjenimi I korneas, krejt ato janë pasoja. Unë për veti nuk ju jap. Vetëm bëj dallim vetëm me rastet përjashtimin e bëj kur janë që mirën me futball, djemë të ri, edhe gjatë kohës ata nuk shohin, janë mjop ashtu, nuk e shohin topin, lëvizjet ato, vetëm edhe I porosis prind. Tham, unë po ju jap vetëm për këtë arsye. Po me kush që mos më ju lën këta me marr lezet me I bajt gjithë kohën.
26 vite janë më shumë se një numër, janë histori besimi, përkushtimi dhe shikimi të ardhmës me qartësi. Çdo klient i kënaqur, çdo buzëqeshje dhe çdo hap përpara ka ndërtuar rrugën e suksesit të Optika Roka. 26 vjetori është dëshmi se kur puna bëhet me pasion dhe vizion, suksesi nuk është rastësi, por rezultati i qëndrueshmërisë dhe dashurisë për atë që bën.